Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi nga unë Dorontina. E sot për vizitë kemi zgjedh fshatin Vraniç, komuna e Soharekës. Ky fshat gjendet në juglindje të Soharekës me lartësi midetare afër 615 metra. Por se sa është i banueshëm, se si janë banorët e për çka njihet më konkretisht fshati Vraniç, mbetet me u pa gjatë rrugtimit ton. Hajdini me neve. Si je? Dorontina. Milazim. Si jeni zotri Milazim? Qësh po kaloni? Po mirë. Me hallë dirte? Mirë po kalojmë. Mirë. Fshati Vraniç, jeni banor i këtij fshati? Po. Qësh është jetesa në këtë fshat me 3 fjalë? Për çka njihet më saktësisht fshati? Për gjithçka. Për çka janë ato të bukura? Hajt, cekmi. Arsimimin e kem nivel. Shkollën fshat. Malin afër, fushën afër, gjitha të mira. E pas këtë një pjesë shumë të bukur, një peizazh shumë të bukur, ju lumt. Edhe po më pëlqen kjo pjesa e ujvarës ku rrjedh ujë. Po më intereson, a i mirë mban dikush, a kujdeset dikush për këtë pjesë? Po, është një djalë i fshatit. E pastron tërë fshatin, vjen edhe këtu i pastron këtu. Do thot vetëm një punëtor është. A, rinaj me mbulu krejt fshatin Vraniç? Pa problem. Do shta edhe ju jeni ashtë të kulturume dhe paka shumë kujdesni edhe ju vetë si banor. Mundohemi mos me zgjujt në betërinda. E tash përveç e livdum kështu me të madhe fshatin, a ka diçka që i mungon fshatit? Po, Çka për shembull? golexit. Ata na mungojnë gjithve, në çdo fshat, në çdo cep. Ka prej shumë prej tyne që e kanë lënë fshatin? Edhe pse ka të mira prej tërnve, po i kem larg. E vërtet, a ki dikon të familjes? 2 djem. Se po vrehet në sy, që të ndryshun ashtu kur e përmende. 2 djem, kanë shku që shumë vite apo kur? I madhi ka shku e 2006 dikun, e i voglim ka shku qëtash. A ma bën halal për shto syza se nuk jenë të të pa prej djelët? Jo, s'prishmo. Djali i vogël ka shku tash. Po. Për shembull kur e ka marrë rrugën për gurbet, cilat jenë konë fjallë që ja ke thonë djalit? Ose a i ke ndërhy pak mi thonë ma me babën mos shkoj edhe këtë është mirë, si çdo prind? Pak, qësh me thonë, pak një dhimbje kom pas kur ka shku. Se po largohet. Rrjedh loti. Si prindi për e vlad. Jo, po edhe bashkët jam kalon me 30-in, janar, Ngushëllime. e toni Jem bo krejt bashk. u të bune dhe largimi tina dhe kështu që E tash ti, për në ryshe fshatin jo për mrekullim. po kalem të fshati, se s'po du ma shumë me të përzim me emocione. Zoti sholla t'i rumë fëmin, Tanë. edhe juve. E na po të falenderojmë shumë, ishte knaci. Përshëndetje nderuam, mirëmbëçi. Miqtë e mi, e vazhdojmë tutje të rinin. Jemi në fillim të fshatit Vraniç, një fshat me peizazh shumë të bukur. E shihni edhe ju vetë, do thotë nuk ka koment. Se di pse po ma jep atë përshtypjen edhe krejt në fillim kur thash, shumë ngjason me fshatin Korish, komuna Prizren, me që s'po du me i përzi, por që kjo po mi është fiks sikur në Korish, për ata cilët e kanë po emisionin, kanë me u bind, edhe kanë me thonë me drejt e ki Dorontin. Vazhdojmë miqtë e mi, po duket një fshat i bukur, aty këtu ka lëvizje, normalisht mërgjimtarët si gjithandej, si në çdo fshat, edhe këtu kujdeson di ki propa,
Edhe këtu e kanë lënë pak a shumë fshatin, normalisht, secili për interesat veta. Unë po du me undale, pas kanë edhe një lapidar, po du me undale, me po përse ofërmi edhe me komentu të shoh se emri kujt është, apo në bazë të emrit e ndonjë informacion nëse është aty, po du me u fokusu pak ma shumë. Në secilin fshat ka dëshmor që e kanë dhënë të thotë jetën për liri, cilën sot na e gëzojmë. Kujdeson se është pak lëç. Burim Elshani, në vitin 1998 ka rarë dëshmor, lavdit krejt dëshmorve. Po vazhdojmë tutje me rrugtimin tonë. Jem të i po edhe këto para me është të ndërtu një shtëpi, ka bukur punëtor, por që nuk mundem me hy aty se nuk po du me i pengu për shkak që ndoshta e kanë edhe probleme dalë para kamerës se jam punëtor edhe nuk po du me i pengu ma shumë. Miqemi, e bëjmë një shkëputje të shkurt për të kalon në pjesën e dytë të fshatit. Kjo ishte fillimi të thot i fshatit, ne gjithsesi kemi me eksploru fshatin deri në fund. Qëndroni me neve. Rrugtimi imi sot në fshatin Vraniç ishte bukur, i gjatë, koha ka morë shumë nxehtë me diell, e shihni me qtemi, nuk ja kom qëllu piken, me qizme, sa gradë më sot është. Veç është shumë nxehtë. Nejse, e lajmë këtë pjesë, po vazhdojmë çka deshta me ju tregu, i morë ca informacione që fshati Vraniç e ka edhe mullirin, jam pranë mullirit, i cili quhet mulliri Loshi, unë e po provoj gjithsesi me hy, edhe mos po e gjej këtë mullista, si me qujt, këtë që e blumë. Ondi, ape merë qatë thes me misër që e kemi marrë me veti një rrugë e dy punë? Hajde se po shkojmë pe përshëndetëm, po shpresoj që kanë ma hapë derën, të thëmë drejtën, fshati Vraniç banor t'i kishë shumë të mirë, mikë pritca deri me tash, por, nuk jemi krejt në fund. Oj, zoti shpis! Me konë qëndë. Që edhe ndëgjoj, edhe pse mullini është. Përshëndetje! Si je ndërum, Dorontina? Kush jeni ju? Unë jam Recep Loshi, mullinis. Qashtu tash, te mullisti, po një se nuk e desha sakt çfarë emri duhet a çështo e diuni. I ndërum ç'sh po ecim punë. Mirë, nuk e keq. Që sa daton ky mulli, që sa vite, kur keni fillu, se po duket i vjetër. Po mullini është i mbajtur, mullini ka 300 vjet. 300 vjet e ka mullini. Edhe, a keni pas ndonjëherë ndaj kurshuar me vizitu dhe me pas se është objekti në gjendje të mirë, ose a mund të konë diçka rrezik për ju? Ja, rrezik nuk ka për gjatë për njëve. A mundesh me nalë veç pak mullini? Se mos po na bë zhurëm. Po ne e kom sjell një thes me misër, por që me ta paguj. A bën ashtë? Ban, më që zmë kur s'ka ban. Ban, që ku ki gru? Po vidi. Sa po është, vesh ç'të del lutem? Apo del ç'të? Po. A mundesh me na tregu sa është e vështirë kjo pjesë me blu, procedurat, sa merr për shembull ku një thes me misër me blu e krejt tu çka shkon? Po mu nuk është zërë, sa e ku mos zanatën, se pe vitin 90 punoj unë. Po. 35 vjet feks. 35 vjet unë punoj. Po, tash për shembull një thes me misër, po më intereson procedurat që shkon. A e gjumë një herë aty komplet një thes apo? Ja, e gjumë me kohës se s'mojmë gjumë 50 kg. Po të nejse, po mendoj një thes komplet. Ja, i zanë 100 kg i zanë. 2 thos i zanë. 2 thos, të më thove një herë kaq. Po, herë kaq. 2 thos i bën 5 orë dhe 6 orë për bok. 5-6 orë. Po, i ban 5 orë dhe 6 i ba për bok. A këta banor po besoj që krejt vinë te ju? Këtë shatat rreth ilës, jo shati Vraniç, po shata tjera vinë. Shatat rreth. Do thot paski klientel të madhe. Po, shumë se vetë në që të rrethin veç këj mullin është to. Nuk ka mullin tjetër. Ka pas mullin për para shumë, po tash sa veç këj kam vetë. Po.
Ma mirë për ty. Po më intereson, a të ndihmon dikush? A e ki dikon? Shto a veç vetë krejt? Kush e së më ndihmon, vetë krejt. Andon do njëherë me të bo bajat, edhe më Valla jo, valla jo kur heq. Po e bëjshë kështë me dëshirë. Valla me dëshirë baj, me gjithë qefe baj, kur bajat së bëhat. Tash ti me qmime që shkoni, a jenë hiq shtrejt apo? Po tash me u jem, shëjme kina 10% e kina. Ose tash dikush s'po ka qef mi marrë u jem ka la maq me pare, du 5 herë litas, 50 kila për bukë. Shumë. Unë tash po du me ndalë tek pjesa e fshatit, fshati Vraniç për çka njihet, sa është i banueshëm, po duket bukur i ndërtuar. Po jo është i banueshëm, shtëpia ka shumë, po njerëz ka pak. Shumica e ngërbet. Shumica e ngërbet. A njini me gjithë këta për rreth që i keni kështë kujshi? Jo, kej kujshi i kam. Kur gjithë kejtë s'kena me da. A jeni me krica? Po. Kur gjithë kejtë shkojmë, vijim normal. Po janë kejtë ngërbet, shumë pak ka njerëz banëm to, shumë banojnë. Kur po vinë mërgjimtar a bot këtu atmosfera mbushet krejt? Po, ljatë mbushet. Po për mak, po tash kejtë ngërbet. E në cilën kohë kështu apo në cilën sezon mas shumë t'i ki punë? Ka në maj, në Sinqersh, Po, mas shumë të qëtë herë për dorët. E pse maja ka në i diçka të E përdojnë shumë, nuk e di pse gjithë molë Jo hohet. Nuk e di Sinqersh gjështë, thënë me hangër bukallavush, nuk e di përshka. Po, bukallamojt e ato hithnat e qka janë. Po, si lakno me hinje, tha, po. Qaja. I ndërum diçka që i mungon fshatit, a ka? Për shembull? Po, i mungon, kanalizimi, mas pari i mungon. Që to s'kena kanalizim, i kena ndëmë. E këtë në mullia ka diçka që të mungon? Ose diçka që e ki pjesën më të vështirë gjatë procesit punës? Po me blu nuk më nga kur gjasë, këtu e në regull. Po. Po, ka në nevoj për në vend mullini. A me ndonë me renovu, me ndryshu diçka? Ja, me ndryshu s'kem qef, po vishë me blu pak ma mirë, diçka me... Se lasta e ko që më ati. Edhe pse tamon mulli duket kështu? Se nuk është mirë me ndryshu strukturën. Fiks, që ato kështu e thonë. Se ja hu pa me në vjetër. Fiks, tamon mulli kështu. Po dhe që shë ka në bobi bak gjështë. Po, unë po besoj... Kër gjës hisë kom... Si jonë, kër gjës hitë ta. Që shë ka në hisë cente. Pe në lejtë të qështë që kom mora kam. Unë po besoj që mundësin e ke pas, po s'ke dosht vetë. Ja, s'ka radirë vetë. Me ndryshu, së është mirë me ndryshu strukturën. Me mlu pak ma mirë banë. Si të kull me së sajna mollë. Kështë për shembull kur kori shishiu të mëdhoja në ndonjë dëm nuk është që ju ka shkaktuar. Jo, ka pak unë pike lasat që janë më smu këtu. Po, do të misit ka një kohë. Shumë mirë, i ndërum nuk po ju marrë kohë ma shumë të falemnderit shumë. Sa donë, Se falemnderit ju e ke pe juve. proces Ja, kush punës. parë për ngesës ka hesh, falemnderit shumë për vizitë. Falemnderit i ndërum, miru pafshim, çdo të mirë. Mirë mbeqi. Falemnderit. Hajde mëre unë se po met mulli po të blujnë kon. Miru pafshim i ndërum. Edhe jo, vazhdoj me qëtemi rrugtimin ton, ta shofëm shatin përse afërmit, në thëmë drejten, këtu po duken që janë krejt shtëpit mërgjimtarve, se di se sa ko me arrit me gjithë ndonjë banor, jenë rrugica të zbrasta, shtëpit e bukura, shëndet e rrita undi. Shtëpit e bukura, nuk e komentova dhe këtë uren, thëmë drejten, ndoshta është e para që po e shoh, ka që poster, gjithsesi po e mirëmbajkin një punëtor, do thot edhe urën edhe këtë pjesën e mirëmbon, shumë mirë ju lumt, ka po vazhdojmë brandi ka pjamojmë. Hajde bre po shkojmë. Thëm drejten më tregun që një pjesë bukur e madhe është e mërgjimtarve, kështu që ne po e vazhdojmë edhe për pak qase të rinin tonë kështu drejt. Po shpresojmë që kemi me taku dikon edhe me na jep ndonjë informacion shtesaj për këtë fshatit Vraniç këtu në komunën e Soharikës. A thirri prej këtu. Aj, zoti shpis. Edhe Soharika, zërim është i njëfshëm edhe në komunën e Soharikës, njerëzit prapa kamirës. Aj, zoti shpis. Kështu qes në momentin si të ndëgjohet ai zo, po dihet se kush ardh. Sa e bukur xhamia. Rrugicat po duken ashtu të ndërtume, shtëpia, gjithçka në vendin e vet. Ju vetëm këtë fshat, po
Kam drejtën se cilin fshat që po shkoj, se cili ma i përparum se tjetri, po duket që duhen me i lonë qytetet edhe me u kthyne për fshatra, po ndërtojnë shtëpia të bukura o burre shini. Pashish ato të fol për këso shtëpia pranë. Oj, zoti i shtëpis! Apo ma thirr babin? Allah, unë veç me kamerë rri. A muna me hy? Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. A mundet me vazhdu kamera, Dorontina? Vetëm për fshatin, kom dalë në vizitë sot me më tregu për çka njetë fshati ju. Po duket fshati i bukur, sa është i banueshëm. Ku ma gjetë mu me viqës ti? Bash një zuje gjeta. Po bash qërë zë. Pse? Sa, a jeni banore këtu? Po ma që sa vite? Që 45 vite. Ty me të po kretarët fshatit? Jo. Kretit. Ashtë i banueshëm fshati? Po qyshja. A i kanë lënë shumë fshatin? Shumë kanë lënë kanë ike. E pse për shembull e kanë lënë fshatin? A nuk jenë kanë kushtet e mjaftueshme për jetesë? Po s'po ka punë këto. Këto në përshkojnë për një jetë më të mirë, kisha atje. Po. E për ata. Po. Njihni me gjithë këto apo rreth që i keni me Po, këtë po, këtë i kemë të ofër. A i mbani ende ato adete, traditat, si fshat? Po, krejt i Se ne kom dëgju që një si fshat që i mbani traditat e adetet cilat i kemi pas. Po, krejt i mojna, krejt gjithat i mojna. Për shembull, a ka diçka që nuk funksionon në fshatin e juve ose që i mungon në fshatit? Jo, përbes nuk ka kur gjanë, krejt në regullon. Fshatin e marrë një punëtor shumë i mirë, jemi të knaqen shumë për atë në gjatë e bon. Po, edhe unë të thëmë drejten, thash që kë banor, është i fshatit të? Po. Thash që po e mboj ka nivel fshatin, pas tërti asë edhe një kesër për logot nuk e posh. Ndër fshatat mas mirë të ky e marrë. Veç bali më arrimin e mojtë so arikën, anë e që ky vraniqin që për mbanë pasër. Po, e përgëzëm gjithësësi. Po du, përshëndetje. Nuk po ju marku ma shumë? Të faleminderit shumë Apo vini për një kafe? Mi kryt sa ishet halal i kufë. Rimen, Vallojnë. a një langa, një kafe, a një Faleminderit pushim shumë. pak. Për mu kafe, muhabet e krejt është ke që ma hap diren. Jo, për në vend të unin jina pëse qysh. Edhe në shqiptari, jam kalëzëju për që jem shqiptare shqiptari. Ase rrezikshme nuk Jo, zoti më se boftë. E kum lë armatimin shpesët. Mirë ja ke bo. Armatimi s'na vin tash, inshallah veç që ecën për para me shkollë, se armatimi e ka pas. Inshallah, kor, atë përshëndetin. Faleminderit shumë. Ishte shumë knatësi, faleminderit shumë për Faleminderit, ditën e mirë. Na falë nëse ju pengume dhe ju shqetësum. Jo, s'ka gjo, për shumë faleminderit për juve, po s'kesh e gashme adin. Shumë mirë, ma mirë zban heq. Faleminderit shumë, një përshëndes, me të mirë. Vazhdoj me që të mi edhe për pak qaste, një fshat gjallnik, hajde unë dhe kujde se po më rëzohesh, po merë në qovë. Tani më dohet kush mi po gjërime tani të misionit, kërkush nuk dënë se ti. Rrëth botës mirasi onë dy s'ka. Sa bukur e kum lidhë. Miq të mi, u knaqëm në fshatin Vraniç, komuna e Stuharekës. Sa interesant është kjo pjesa muratore, gurore. Po vazhdojmë edhe për pak qaste, mos po gjejmë diçka, në informacion shtesë. Qka e në të bo mërë këtu? Me punime. Kujdes, e ki një kamion bukur të madhë. Mundesh me bo një shkeputje derisa të kalon kamionin. I ndërum të pash me një fëmijë të vogël, gjysha? Po gjysha. Ju lumt. Faleminderit. Fillimisht po du me undal të pjesa e dashnis, gjyshin ndaj nipave dhe mbesa. Ma fort i du nipat
edhe mesat se djelte mi që kumë posë. Shëdora. Qështo? I pa që pranove kështë publikisht. Po dashë shumë. Mjolta i mjoltit, Po, a? qashto. Shumë mirë, Zotit t'i rujt. Faleminderit, E u knosi faleminderit. gjithmonë me ta. Faleminderit. Po du me ndalë sot sa i përket fshatit Vraniç, për çka njihet, një fshat i bukur edhe banor deri me ta shkauni i takova, kënë se cili ma i mirë dhe ma pozitiv se tjetri. Fshati Vraniç kur nuk ka pas në nërë me zveti nga trejsa. Edhe on shumë që tash një herë për njerën të mojt nivel të pas tërqysh ma mirë. Po, E kemi atë që e pagun shëqata Vraniçit unë shëqat, edhe fshatarët, edhe gërbetgjit, kështu Këtë ka pa. e kanë fundin aty edhe e pagun e teronin e manë me varresa, me rrugë, me krejt. i lumt, a i banor edhe pse nuk po e një, vërtet po i kish halal ato pore. Po, qysha. Po ndoshta edhe ju vetë banorët jeni vetë disumë dhe keni Vallaj, disiplinën që po. mos me gjujt me kas. Ja. Duhet me ru njoni tjetrin. Qashtu. A ka diçka që i mungon fshatit? Jo. Ujë, rryma, Po me infrastruktura, kanalizimi. Edhe dritat janë rreth rrugës. E keni edhe ndriçimin, a? Po qysha. Çdo shtyll banderë janë deri 2 kilometra janë ndryshim ka rruga. Po, që sa janë vendos me këtu? Që 2 vjet. Po, ma tash të më thonë. Që 2 vjet janë vendos që to ndryqos me të rrugës. Po, Edhe ujësien e kemi edhe ujtë vjeti kështu në vjeti që kemi morë. Me të gjithat, rrugicat e në shtrune. shumë mirë, shumë Ja, mirë. jo, Si s'na di pse po ma e përshtypjen si me qenë mërgjimtar. A jetoni këtu? Po këto jetaj. Se mendova ashtë që jeni mërgjimtar. Ja, kom qenë për po, tash jam këto mas luftet. Po të pas kam bet diçka prej mërgjimit. Po. I ndrum, mase është edhe shumë nxehtë, po ju marku ma shumë. Ja, Po ju që keni përshëndes. paku, ordoni unë që me të pim kaj kafe. Pa i gorë, me gjithë qetë. Faleminderit E kam shumë. rejen aty dhe ngruën e kam edhe pim kaj kafe, kaj sër. Faleminderit i Pa i ndrum, gorë po kam, jemi nëse mbet. keni ku. Nuk kemi ku se kemi mbet shumë vonë sot. Njerëzit ishin fantastik, mikprica deri në fyt. Kështu që faleminderit shumë. Me nërë qofsh. Ishte shumë kënaqësi. Kaloshi Ju mirë. përshëndes çdo të Kaloshi mirë. mirë. Faleminderit ju që po interesuaj, po vini kështu. Për çdo rast është mirë është të marrë me mëngjizua, me marrë pëlqimet e fshatarëve. Po edhe po kënaqem, po bëjmë mohabet. Po, Diçka po, po po. m'kallzon ju diçka, unë po. edhe kështu. Qërë nimi, qërë. Zemra. Ani ju Hajt, ju përshëndes. përshëndes. Faleminderit shumë i nderuar. Mirëmbëçi. Vazhdojmë me qëndru edhe për pak qaste këtu në fshatin Vraniç, komuna e Suharekës. Është WC-ja publike. Më tregun pra pak a mirë se e kanë edhe WC-n publike. Ndoshta është fjala fiks për këtë WC. Unë s'po provoj me hy mrena me po. Mirë shumë, është fshati i parë që e ka dhe WC-n publike, po shpresoj që edhe fshatrat e tjera kanë me vepru njëjtë, për shkak se si puna jonë, për shembull që jemi gjatë gjithë ditës në terren, në një fshat që ja kushtojmë plotësisht ditën një fshati, atëherë normalisht është mirë kur i kemi edhe WC-t publike. Përshëndetje! Si jeni? Mirë, faleminderit. Si je nderuar? Dorontina. Si je? A je mirë? Mirë, faleminderit. Zoj, si jeni? Përshëndetje. Qysh jeni? Qysh po kaloni? Po për Marak, Për Marak. po në kont mija, Mashallah. Sa veti ki? 81 e mrina. Mashallah. Inshallah i rrumbullak sa 100. Inshallah, faleminderit shumë. Qa kimi na tregu për fshatin e ju, fshatin Vraniç? Po, shka kinë mene? Po, qa ka diçka të mirë? Tanë ati ka, Tanët. tanë ati kena. Mas pori ko zinën e mia. Po, Po, vallon, edhe unë po them që po. e. Sot kesh të thonën, Gjizu kështu kjo? kesh të thonën, se kjo nonët, se është rezervë. Hajde në borë. A thash, liri Unë që qili 5 dhe. vjetë goti vi marrë unë komunat i pushë nga pasaj, për tash aje ka mbyllë dhe ka shtë i në bërë, edhe një ditë jo marrë tu s'ka pas të më kalzoj aj shoferët dhe bus, ta shko ati onë, këta i gypi si del atje, tha mu shati me morë, ta një shko ati. Edhe se dhe provoj që pas ka pas mirë. Unë ka bova të qaj, po nuk e di kojt ke. apo folni pak me mu. Se nësë ju marrë shumë kom, harrut krejt. Po, Qysh bram harrut, ju marrë prej Na Prishtine. na kem të buni farë dertina. Ju vazhdojnë e dirtin. A dit çka po du me ju pyet?
Po shmunët me më tregu, me më fol pak më pikat shkurt asaj përket lapidorit. Jo, kjo din. A Hoxha, po na tregon diçka për lapidorin. Për lapidorin, a? Po, fillimisht është lapidori më i ndërtu, më i bukur i deri me sot që e kom pa nëpër fshatra. Jo, ka, është edhe më të mira, po qëre, i pari nuk kam qef me dollë, se so mirë me dollë i pari, po edhe i mrami jo. E pse sa mirë me doli i pari, na krejt po luftoj me doli i pari. E për punë të luftës, me dollë i pari e rrok pushka. Po, plumi. Po me metë edhe i mrami e rrok pushka, e kështu në midis. E me bo me gju prej snolti, i kok mesin. O, shka na vje prej zotit mirë se na vje, qëre. Po jo, mirë për marak, që me thonë, me lapidare, me gjitha përmbajtja e kem punëtorin, jashtë zakonisht një shka i mirë. Po vren, Jo që është i pastër vraniqit, ta, po e pastron me rrugë, me tanat i pastron. Po, Ju lumt. ljumë kurshi, faleminderit shumë. Po, Ju lumt shumë njerëz zotnishit, Se dhe punëtor. kanala që jeni të nejnë që do. Emisioni Katuni jem, i vizitoj këtë katunet në për Kosovë. Shumë. Unë jam lartë për këtonit. Shumë. Ku i larg? Të komuna Malshes. Unë e kom rri në Amerikë, më mjoft njerëzët, e s'po më njetin me lishi. Edhe Amerika në larkë. Po dhe edhe në Amerikën për cilën. Edhe e shumë larkë. Në Amerikën për cilën. Për cilën dhe mirë të konë. Do shtam ke po, E të ditë del ma shumë kë? Urna? Qa? Jo. Qa po thu? Ta shelqova. Ju lumt, Ljumë kurshi. faleminderit shumë që e ndot kohën, na falni si ju pengu, po të përshëndes, veç desha të Çdo të mirë, ani faleminderit shumë. Zoti ta Faleminderit bashkënitin. shumë. Gjithve inshallah, jo veç mua. Amin, inshallah. Një Inderu, 40 vjetë i kodë garantu me kë. po inshallah. A ki qef me jetu shumë? A? A ki qef me jetu? Të paqta. Po, sa unë veta. Atë pashta, Pashta. kështë, atë vështë pashta. Jo, kjo kur do so. Kur Kur do so kjo? Po, tre shqyri kam për jashta. Një kur gjësoj, tre i kom për jashtë, a pse për mi përmen pra? Jo, ka dalë, qyre, nuk është vetëm kjo, po është, më thonë, kompnia. Po, shqyr, që aja pasuri. Nuk bëhesh nevoj për Po, kërkan. se me bo i nevoj shumë, ku, Loka, alhamdulillah, është ma reja. A e ki nusën gjallë, halo. O, loq kosht. Por bile. Po mni zoja këtina. Po s'ko të më për grutoni të folë, si të folë për gruti. Jo, alhamdulillah, Ajo për është zotit. balyti. Po, për vallahi. Po tybe, po, të më qyrë, po, të më asi, po, të më gatu, po, e kena furën këtu. E kena furën Ama shumë këtu. pe blen me penzion të vetën, a ja me penzion tonin. Ja, jena do. Po, a i kini ndo kullet ata? Pa i kena do kuletat. Aja pja jep djele, e une po baj hargjime, jo struja, jo bëllogi, Po, dhe këto shpenzimet që buka, është. pa me dje koftë. Sa mirë. Po mirat gjithë, Nuk mirat më gjithë. vjen shumë mirë që jeni kaq të lumtur, e keni një jetë mirë, Alhamdulillah, për zotit. edhe tanat mirat e Zotit. Po, a thash ma herë, thash Po, tanat ja, mirat, po, thash dhe i ka shati. Njerë, Tanat mas mirat po, Ju e i ka. thatë po dhe mu më takon pak me thonë, se një ndollë të më jep një shikim ani, shotit, ani, unë ja u jep i nutën. Falinderit shumë për jush, O, ajo është i falinderit shumë. postë të qërë pisha rrëth rrëth. Ujtë ftëft. I ka ofër 5 kilometra vija e rojë që da ujtë që vjetë që tonë. Që kanë morë pja zërësit, edhe kanë bo mirë, edhe shëqyrë edhe kanë bo mirë për popët që edhe për vetje për gjithë. Dhe se kanë nolë hisha përshe. Dhe tonë të kanë furnizojë që tuj. Vallai, qyre, nuk du me morë veç për veti lavdin, që kjo shpi, Po, që kjo e ka qitë që qeshme. ju du. I ka të bu se jena na 5 shmi. E rezervat tona i ka të bu, edhe që ku ato rrella pse. Po, e pas ka qitë vetë, edhe vetë po i Po mbushka. prej buxhetit vet. Pe merë ka ujnë vetë. Prej buxhetit vet i ka Edhe në qitë. putu me pipa kuja, bën. Se mu ka tha fyti gjithë ditën. Ja, në Apo tani këqesën. gotë asit vogël. Ja, heq, veç shtëpja pak. A më falë se dorën e kom me ujë. Faleminderit shumë, shëndet. Kalosh mirë. A të përshëndes? Po, kalosh e mirë. Vishë jo se kalzove. Falë. Cilën ditë muj me por televizor që tonë. Emisioni mund të ndiqni gjdo të hen mërkur dhe të premte për orës 19. Së E kanal? kuptut? Katuni jem në YouTube. A, në Po edhe në Facebook, Shqiptar që krejt, Po. edhe shen. Po besoj
Fos ka jova e ardhshme Kismet veç del emisioni. Hajde për herë ku Po si të shen dikush kanë me ta dërgu. Po thu. Se ko po, shikohet ku do Ka ku të shqiptar. ndërsum shumë. Roj, ju ure ditë mirë të bukur, kalofshi mirë të mole natyrë si për një që ka ditë me folë. Se kemi shiju pa fund. Na veç jemi thuja se në fund. Po, a duhet me shku, na kur kërshena e tim, na bërë të dole, na e flije, na i sen, me në gjizuve vese. Së në ka shkaj qes flija, po se s'pa shkërkon flija. Po sa. Njën, do shihemi në një ditë tjetër. S'ka problem. Nuk ka problem. Ajo përshëndes. Zoti ja Kalofshi mirë. përshëndetin. Amin gjithë dhe sholla. Faleminderit shumë. Kalofshi mirë. Me të mira, çfarë njerëz të mrekullueshëm, një muhabet shumë i lezetshëm. Këto muhabetet i çik mbesin kështu në kujtimet e mia për gjithmonë. Njerëz pozitiva gjithmonë i mbajnë kujtimet e mia. Veç desha me vazhdu tek e pjesa. Ishemi arrita edhe tek pjesa e lapidarit, si në çdo fshat, edhe në fshatin Vraniç, ka të rënë që e kanë dhënë jetën për këtë liri. Unë po du me u ndal edhe lavdi për krejt të ranë tonë, normalisht edhe për familjet cilët i kanë humbë të dashurit e tyre, por që kanë arrit me marrë veten edhe duhet me jetu me patjetër se s'ki çka. Unë po du me i lexu vetëm 2 emrat e komandantave, Reshat Muça dhe Zaj Muça, cilët kanë ra në këtë vend. Mos harre me cek një informacion cilin e ka marrë shtesë, nuk është që kanë ra banur vetëm të fshatit Vraniç, por edhe fshatrave për rreth që janë në komunën e Soharekës, por që lapidari është vendosur pikërisht në fshatin Vraniç, këtu në komunën e Soharekës. Janë edhe disa emra, një numër i madh i emrave, dikon ofër 50 nëse nuk gaboj, por që nuk po i lexoj. Lavdit përjetshme, kaq nga kjo pjesë. Vazhdojmë tutje. Miqtë e mi, jemi drejt fundit sa i përket fshatit Vraniç këtu në komunën e Soharekës. Këtu pranë kam edhe objektin shkollor, është shkolla e parë që unë po du me provu, me hy brenda saj, edhe mos po e gjej dikon që na pret, me na tregu sa i përket shkollës, shkollimit që bëhet në këtë fshat kujdeson di, se i ki shkollë. Thëm drejten, me dëshirë kisha pas me taku drejtorin i cili kish me na dhon informacione ma të sakta sa i përket shkollës edhe ecërisë se mësimit se si shkon. O, fëmija qetësi! Ja, këta ko kanë të rrezikshëm. Po provoj me hyket. Ka e kin... Përshëndetje, ka është hymja. Po, mësëm deli. Prapa kamerës të rëni. Ani është hymja? Përshëndetje. Si jeni ndërum? Mirë, faleminderit. Dorotina, si je? A je mirë, a je vot? Ka papi. Qish po shkon puna? Mirë. Jo, së ndë gjotë, kur gjojsh. S'ko ju marrë koma shumë ko e ka drejtur. Përshëndetje. A do një mësafer? A ju pengojmë? Si je, Dorotina? Mirë, faleminderit. Drejtori i shkollës Bajram Braçi. Feks e gjetën personin adekuat. Unë thëmë drejten, kritë në fillim thash që për herë parë po tentoj me hy me një shkollë dhe me fol me drejtorin. Faleminderit shumë që na ki përzgjedhur ne për bisedë, për bashkë bisedim. Është knaci. Veç po ulem dikon, po e marrim vendin. Nuk do ju marrë shumë po, shkurt. Sa do që Fillim tjetë, po, fillimisht. përmisht jemi... Faleminderit shumë nderuar. Fillimisht qysh po ecim punë. Po, morën përgjithësi mirë. Është e vërtet që ne kemi lokalin pak të vjetër, nuk ka vjetru shkolla, dhe nuk po arrim bëjmë investime për shkak se planifikojmë të dalim në një shkollë të re, po megjithatë kemi sukses, kemi rezultate të mira. Çfarë mësimi po bëhet këtu? Nxënësa sa numri është për Nxënës i kemi 200 nxënës.
para mendoni prej 760 nxënës që kanë qenë pas luftës, tash ka numrin e 200, nuk është që janë duke u shpërngulur popullata dhe njerëzit dhe fëmija bashkë me prindët e tyre, mirë po ka ardhur në shprehje planifikimi familjar. Familjet kanë filluar të planifikojnë, çiftet të planifikojnë familjet e tyre, domethënë të bëjnë nga 1 fëmijë 2 fëmijë, dhe tash kjo ka ardhur në shprehje. Nuk guxojmë t'ja lëmë fajin shpërnguljes ose emigrimit të fëmijëve. Nxënësat i kishit plot motiv. Janë të dashur, janë të respektueshëm. E posh. E dojnë mësuesin, e dojnë drejtorin, e dojnë. Sa mirë, po kur e dojnë drejtorin, këtë është një shaj e mirë se drejtori fillimisht ka jep dashni aty, ne jo ka jep hapësirë. Sigurisht, për të pranuar dashuria se respekt duhet patjetër që spari po fillimisht të japim respekt dhe dashuri. Po më intereson me simdhënësa, sa është numri? Numri me simdhënësa është bukur i lartë, krahasuar me numrin e nxënësve, i kemi 30, 21 i kemi që janë rezident, do të thonë kanë vendin e punës këtu, një pjesë tjetër janë që e plotësojnë normën për shkollave të tjera. Mirë, po kanë mbetur arsimtarët këtu dhe ne nuk mund t'i hedhim në rrugë. Edhe ashtu tash numri ka në të gjitha shkollat, nuk është vetëm në shkollën tonë, në shkollën e Vraniqit. Edhe kështu po zhvillohet. Kjo është vetëm shkolla fillore. Kjo është shkolla fillore dhe e mesme e ulët. Dhe e mesme e ulët. Deri në 9-ën, a? Deri në klasën e 9. Shkolla fillore është nga para deri në 5, ndërsa mesme e ulët është nga 6 deri te 9. Çfarë nxënësash po çet ke shkollë? Po, nxënësit i kemi shumë të mirë. Para mendoni prapa shtëpinë time ato vendet atje, ato që po shihni, janë të gjitha vendet para. Edhe pas ju shqëndrojnë një mori mirënjohjes që janë vendet para, dyta eventualisht e treta, kështu që kemi shumë sukses. Çuditërisht me kushtet jo shumë të mira, me kushte solide, po sukses kemi mjaft. Thom drejten, për gjatë karrierës tame një drejtori i parë që po të shoh kaq i buzëqeshëm, kaq modest, ju lumt. Faleminderit shumë, unë e kam ashtu, domethënë të lindurin si i buzëqeshur, gjëra të vogla mundohem t'i zhduki të gjitha, mëdhoja t'i zvogloj, me të gjithë bashkëpunoj, me të gjithë foli, qeshi, po nga të gjithë kërkoj që të punoj. Të puna nuk shojnë të puna të... Disiplin edhe sukses. Shoqërim. Veç shkollës tash edhe një fjalë 2 për fshatin, me që vizitin ja ku mbo fshatit, sot fshatit Vraneq, çka e veçan fshatin Vraneq, edhe a ka diçka që i mungon këtij fshat? Shiko, fshati Vraneq është njëri ndër fshatrat më të mira të kësaj pjese. Para mendoni që fushën e ka pjellore dhe para mendoni që fshati i shtrinit rrës Bieshkës. Domethënë shumë vjetësh, ndoshta me shekuj njerëz kanë jetuar me Bieshk, kanë bërë dronë dhe kanë shitur në Prizren atëherë. Edhe fushën e kanë pjellore, që është karakteristike veçantë, nuk i kanë gjitha fshatrat. Po ky fshat i ka. Pastaj përmes lumit gjarpron një përmes fshatit një lum, dhe që jashton bukurinë dhe që fshatarët e kanë përdorur atë për ujitjen e fushës së ndekën domethënë, edhe kushtet janë të mira këtu në fshatin Vraneq, edhe jetohet mirë. Thëmë drejten, pash paka shumë lëvizje, por po më intereson me ditë një përgjigje saktë nga ana juve se sa është i banueshëm, sa e kanë lënë në fshatin, edhe ka kanë shku më shumë, qytet jashtme apo edhe jashtë. Po kjo duhet parafërsisht 4500 deri në 5000 banor duhet të ketë normalisht fshati Vraneq. Në bazë shtëpive, në bazë diku një 500 shtëpi, 600 shtëpi janë. Mirë po, një pjesë kanë shkuar atje, po i kanë shtëpit këtu. Kanë shkuar në gurbet, domethënë kryesisht në Gjermani, një pjesë në Francë, një pjesë në Zvicër, një pjesë e madhe, një pjesë e vogël në Austri, edhe në çeto shtete domethënë. Faleminderit shumë për kohën. Na falni se ju pengum. Faleminderit për vizitën, jeni të mirëseardhur kurdo që faleminderit shumë është kënaqësi e jona. Vizitoni Suarekën në atë por, pastaj Vraniqin do të ishte mirë ta vizitoni. Do thotë ja pas kam qellu pse kom tentu me hy në objektin e parë shkollor. Me siguri që po, me siguri që. Falenderoj për zemërsisht, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit për modestinë që e keni. Faleminderit shumë. Ai përshëndes. Patjetër, mirupafshim ditën e mirë. Faleminderit, çdo të mirë, suksese. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Faleminderit shumë nderuar, mirupafshim. Zonë sa në për klasë. Ti t'ja uqës një nësh, ati uqës ka një nësh. T'jafshin tabelen me cilin kështë kom prek, a ju kujtohet miqtë e mi, këto e kemi praktiku gjithmonë në për klasë tona. A ma gjeni një shkom si lutem? Sot, bashkë me mua dojnë ba një lëndën e fizikës. Masi që unë jam pak një ose e fizikës,
Kështu që të shumë cili është më i dallumi sa i përket kësaj lënde. Po tutën. Apo e njeni emisionin Katuniem? Që në dorën kush e nje? Krejt. Ju lumt, a? Mo dallu ma shumë? Apo vreta ndi? Së vreta? Kush për juve ka me ma trajtu në përrasa emrin libri? Emrore? Gjinore? Dhanore? Kallëzore? Rjedhore? A e shëni me shëmi përsa e me shmi ju më konë? Krejti më vojmen. Lumt! Se dhja po vrehet për shkak se e kemi pastru tabelën. Tire që ta shtire. A, na ekem. Kesh më së gave toshë. Mirë është u dalu. Ju përshëndes, Zot ju rujt edhe sukses e pash që gjithmonë. Edhe mësuesen po e përshëndesëm. Faleminderit shumë. Jeni mirë se të Gjithë pash. mirat punë boj, shola keni gjithmonë punë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit Me të shumë. mira. Miru pafshim! Mishë mi, tentativa jonë funksionoj, si që premtova në fillim, unë e po provoj me hyjë në objekt shkollor, e falenderoj për zëmërsisht drejtorin në kësaj shkolle, i cili na i hapi dyrë dhe na dha një prononcim sa i përket objektit shkollor, por edhe në përgjithësi fshatit. Kaq miqtemi nga fshati Vraniç, këto ishin gjitha informacionet cilat na arritën me grumbullu sa i përket këtij fshati, i cili gjendet në komunën e Soharekës. Njerëzit ishin shumë të mirë, pozitiva e mbi gjitha mikprica, ashtu si që donë tradita jonë shqiptare. Ne do të shihemi në një fshat tjetër, ju vazhdoni të qëndroni me neve, e deri në takimin ton të ardhshëm. Mirë mbetëshi!